Po tani nëse ndahet Elim ai është më vështirë. Po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e njëshmes ende nuk ka një shumicë të vendosur, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës. Zoti Limaj nuk ka pasur asnjë vullnet për të qenë bashkë me opozitën, me grupën tjerë? Përveç ku të takoni e pyet ne, po unë ajo intervista nuk kam komunikuar me të. I kam bo një shkresh ku ja kam shpreh shqetësimin për pozicionimin e hershëm të parakoshëm të tillë befashishëm, i cili e ka vështirësu pastaj krijimin e shumicës nga opozita, edhe për damet e pasojat që i ndojnë venit. Sido që tjetë, e thash edhe një herë, thash kjo është vërtet një ndarje e turpshme nga ana e tij, sepse kemi shku në gjithë Kosovën, kemi kërku votë për ndryshim, e jo votë për vazhdim të mashtruesit, ashtu si jemi shpreh. Faleminderit.